من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Vëllezër të nderuar, është një kënaqësi e madhe që Allahu xhaleshanuhu na mundsoi sot që të dëbohemi në këtë tubim I cili e ka karakterin shkencor, mirë po ka edhe domethënie fetare. Qëllimi është për me shpjegu pak në mënyrë më detale në aspektin shkencor dëmet e duhanit dhe do ta shohim se edhe kjo është çdo gjë që është e dobishme në Islam duhet që të lëvdrohet. Ndoshta çdo gjë e cila është e dëmshme në Islam duhet që të qortohet. Prandaj të flasim mbi duhanin, do t'ja lëm më së shumti Faradinit për të shpjeguar në aspektin shkencor. Mirë po unë dashta vetëm me thënë një gjë, ajo është kryesorja. Për arsye se Allahu xhaleshahu gjithmonë neve besimtarë musliman na urdhëron që çdo gjë e cila është e dobishme ta lëvdojmë, të bëjmë propagandë për një gjë të tillë. Për anin, për aspektin e dobishme dhe për aspektin e saj të dobishme. Mirë po, çdo gjë e cila është e dëmshme, duhet që të tregojmë dhe ta qortojmë atë dhe të shohim se prej kësaj nuk ka asgjë që është e dobishme. Ne asnjëherë nuk kemi dëgjuar dikush që thotë se valla ai I cili e pi duhanin është mirë me shëndet, ai I cili e pi duhanin nuk harxhon aspektin material, por përkundrazi çdo gjë është e dëmshme. Prandaj duke u nisur nga këto di fakte, është mirë dhe është koha e duhur që e kemi bërë këtë tribun, për arsye se pak para fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, duke bërë dua që çdo një besimtar musliman, I cili dëshiron që mu largua prej duhanit, shans më të mirë që e ka këtë me fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Unë e di se për disa është pak si rënë, siç ka qenë një rast pak si hajgare, ka qenë një hoqë që ka pi duhanin, një hoqë nuk e ka pi duhanin. Ky hoqë I cili e ka pi duhanin, atë shumë ma e ka qortuar edhe rreti edhe gjithçka, sa që një ditë edhe gruaja I thotë, po lere momën e burse, se shoh se nuk është mirë me pi duhanin. Në atë moment del në televizor një hoqë tjetër edhe tregon për duhanin se si në aspektin fetar duhani nuk është gjë e mirë dhe është e ndaluar, edhe ajo çka I thotë, as se shoh thotë se edhe ky hoqë tregon se nuk është mirë me pi duhanin, por hoxha I parë çka I thotë, ai nuk e di thotë rëndësinë se nuk e pi duhanin, prandaj thotë se është e ndaluar me duhanin. Mirë po pa marrë parasysh gjithë të hajgaret, me rëndësi është që të shohim pak inshallah në aspektin shkencor se do të shohim vetë se çfarë dëme të mëdha ka prej duhanit dhe inshallah të bëjmë gjithë bashkërisht dua tek Allahu xhaleshanuhu që inshallah gjithë besimtarët musliman largohen prej kësaj shprehje jo të mirë, parasysh se kjo është e dëmshme edhe për shëndetin, po është e dëmshme edhe për aspektin material. Aspektin material vetëm një shembull të thjeshtë sjelli, për shembull një paket duhan është 5 euro. Në muaj, me e bo llogari, ato bëjnë 150 euro. E hekëm këtë 50 euro, në vit ato bëjnë 1200 euro. 1200 euro, me I dhanë për xhami, 380 antar jemi ne, për 3 vjet, 1 milion euro na mblidhen vetëm për atyre të cilët e pinë duhan. Prandaj kjo është një matematikë e thjeshtë në aspektin material. E mos marrim sa në aspektin material sa dëm bën pastaj për familjen e personit dhe për rrethin dhe për shoqërinë në përgjithësi. Po ne edhe një herë të bëjmë dua, inshallah Allahu xhaleshanu me fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, inshallah Allahu xhaleshanu shumicën prej besimtarëve musliman e largon prej kësaj cilësie jo të mirë dhe jo të pëlqyer në aspektin fetar. Urdhofra. Shkote gjithë në Turish, atë pas kalon. Yeah, doesn't stay. Which is the Solomon chef. It's the national. Sot po e prezentoj një film shumë të rëndësishme për duhanin dhe do të mundohemi që disa aspekte të paraqesim këtu, disa aspekte shkencore, por edhe disa aspekte fetare të u bazu në
mendimet e disa dietarëve islam. Unë i kom përmbledh kështu duhanin në historinë e duhanit, varshmëria e tij, çka përmban duhani dhe ndalohet duhani ku nis nga ajo shkencore dhe fetare, të dy aspekte. Pra, duhani, unë e përdori termin duhan, por këtu du të sqaroj se duhani edhe cigaria janë forma të ndryshme të pirjes. Të thëtë ajo që pijet si cigare dhe duhan. Edhe ta sqarojmë termin klasik i cigares, është ashtu siç e dim edhe ne edhe në viset tona, është kultivu, është marrë duhani, është terë, një muaj më tepër, në temperaturat e larta, edhe masandej është gri, edhe është pështjellë në letër, dhe asaj kemi thonë cigare. Po fjala cigare ka prejardhen nga frangjiktja, kjo termi klasik, ndërsa me vonë në vitet e 70-ta, 60-ta, 70-ta, industria e duhanit ka bërë shumë ndryshime, të cilat, për të dhënë një definicion duhanit, do t'i kem parasysh edhe disa, ose cigares, do t'i kem parasysh edhe disa gjëra tjera. Industria ushqimore, thamë vitet e 60-ta, 70-ta ka rritë për shembull të bëj se duhani para se mutera dhe gjatë terës bëhet fermentimi i tij. Dhe gjatë fermentimit, normal që ndodh në kushte normale deri në 40 ditë, në industrinë ushqimore ata e bëjnë deri në 6 ditë të përshpejtojnë procesin dhe aty i shtojnë edhe shtesa tjera aromatike për me i dhënë shije e tjera. Duhani përspari erdhi nga u përdor, ose të themi, nga indianët e Amerikës qendrore. Ata e kanë mbështjellë në fletat e misrit, sepse s'kan pas fleta kështu letër, fletat e misrit edhe e kanë përdorur. Ndërsa kur kanë shku në Amerikë, zbulusit e Amerikës, si thonë tojza, e spanjollët, ata e kanë pru spari duhanin në Evropë, në Holandë. Pasandej ka filluar shpërndarjen të gjitha truje tjera të Evropës. Tu i kemë disa shembuj se ku prodhohet më shumë ditë, prodhues më të mëdhenj në botë. Prodhues më të mëdhenj në botë mbi 100.000 tonë në vit, do të thotë që prodhojnë, janë me ngjyrë të gjelbërt, do të thotë janë Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brazili, India, kurse në Evropë janë Turqia, Greqia dhe Italia. Këta janë ata prodhues më të mëdhenj. Ndërsa Kina është prodhuesi më i madh, se ka mbi 38% të prodhimit botëror e prodhon Kina në duhanin, do të thonë. Është një ndër prodhuesit më të mëdhenj në botë, me 2,6 milion tonë në vit. Aty Kosova nuk është e lëvizune me gjelbërt, se nuk është prodhues, po është përdoruesi. Po, shkoj me tutje. Tash një përmbledhje e vogël pse pihet duhani. Duhani nuk është vetëm një arsye pse pihet, po ka shumë arsye, është kompleks shprehish, themi, pse e pijmë duhanin. Për shembull, disa pinë thonë se jam nervoz, e pijnë duhanin për më qetësu. Pa i përkundrazi është edhe më nervoz, se kur s'ka duhan bëhet nervoz përsëri. Do të thotë nuk ka zgjidhur asnjë problem. Mandej disa thonë për më relaksim. Të tjerët thonë vetmi, kur ta ka një cigare, ai më nuk është vetë, ka shok, e ka duhanin. Disa thonë dietë me maj, se janë trash shumë për pi duhan edhe për trash, po ai pin duhan, pin helme, so për par dietë. Mandej të tjerët e pinë nga pasiviteti, shembull në Kosovë ne kemi papunësinë shumë, s'ka çka bëjmë, hajde të pijmë duhan. Disa nga shprehia, ju ka bërë shprehia dhe s'mund të lënë atë shprehi. Ose kemi asaj që janë identifiku për shembull me duhan, kemi na shumë figura të njohura që dhe kanë pirë duhanin dhe o identifiku me çfarë cigare pin apo me duhanin që e ka pirë. Mandej edhe rrethi, shoqëria ndikon që
ti vëz, një edhe ta qëtë atje, ti vëz edhe ti një, edhe kështu, bjen deri te ajo, hën në atë loj. Hën në atë loj edhe tani për me dalë është problemi tjetër. Prandaj disa më thonë nga ikja e problemeve, ka probleme edhe s'do hanë. Por nuk dija mujt me i probleme. Por krejt këtu, qojnë deri te ajo që ata që e pinë dohonin bën varën nga dohonin, bashmëria nga dohonin. Dhe tani për mu largu këto të gjitha kompleksi shprehive, është shumë problem. Se kur të shohim që gjithë këto shprehi, gjithë këto komplekse po bëhen bashkë, atëherë edhe për me largu është shumë më vështirë. Vitet e 70, 60-70 janë me rëndësi për dohonin, e cila është bën një revolucion i prodhimtarisë së dohonit me lloj-lloj malverzime të themi, të cilat kanë qenë nga ajo që ne nuk e dim tani, nuk e dim a pin dohon apo çka pin bazë këtyre viteve. Për shembull, në vitet e 70 ka qenë koha si modë, kur që jetojmë Kosovë kuller apo kul, kështu që jetojmë me pi dohonit, ose në atë kohë edhe kongë ndryshme ju kanë fillu, e dim në xhami pagarush, shembull kur ne as nuk duhet rosh, as nuk duhet pare, por e duhet burrin një me cigare, apo në modë po ne, jo. Do të thonë pi dohoni apo një parkohë në modë. Mandej në atë kohë janë bërë shumë reklama janë. Ne kemi këtu një reklam të Madbarës, një cigare e cila është pi mas shumti, e cila ka pas ndikim mas shumti në industrinë e dohonit. Shembull se çfarë reklame bën, thot ai që pin dohonin ka kështu gëzim, ka është ma i fresket, e lanë e tjera, edhe është, dhe më thonë, qendër bëmeti sa vetë fotografia në të kështu. E tash, ti këthemi t'i bojmë disa analizat e alkoholit, droga dhe dohoni. Të trijat janë jo të mira, janë dëmshme për shëndetin e njerit, edhe dihet që alkoholi vetëm është ndaluar edhe me islam, edhe droga po ashtu. Edhe dohoni hen natral, po tash shkojmë një nga një, shujmë tash alkooli me gjithë këqijat e tij ka edhe disa të mira. Për shembull në mjeksi është e pamundshme pa alkool për shkak se bën dezinfektimin e varrave të ndryshme, pastrimin e tjera. Mandej edhe droga, për shembull morfina në mjeksi, kur gjë nuk e nol dhimbjen, atëherë jepet morfina, e cila në rastet më kritike janë dalë dhimbjen njerëzve ose të smundëve, cilët smujnë të adurojnë dhimbjen atëherë jepet morfina. Kurse dohoni nuk ka asnjë të mirë, deri sot s'ka, ndoshta është ndarë më vonë, nuk e di deri sot, nuk ka asnjë të mirë që ose në shkencore ose fetare që dikush thotë që dohoni ka këtë mirë. 50% të gjitha smundjeve janë, jo, 50% e popullsisë në botë e pin dohoni. Është shifër shumë e madhe, mjerisht është shifër shumë e madhe. 2/3 e smundjeve janë shkak i dohonit në botë. Merrni me mend çdo 6 sekonda vdes nga një njeri për shkak të dohonit, shkaktar dohonit. Ata vdesin vjet 5.400.000 njerëz nga shkaku i dohonit. Një shembull tjetër në Gjermani, çdo vjet vdesin nga 3.300 njerëz për shkak që rrinë me dohanxhi, jo që e pinë dohonin, po që rrinë me dohanxhi. I thonë, ta i thonë pasiv rauke më thonë. Është do të thonë vetëm që rrinë me dohanxhi. Mandej kemi edhe 90% të tumorëve, të kancerit, janë shkaktarë është dohoni. Gjitha këtë këqija vinë nga dohoni. Shkojmë me trupin. E tash, bashmëria nga dohoni. Pse e them na se është bashmërim nga dohoni për me bëma të madhe kanë fillu industria e dohonit me Marlborën në vitet e 60-70. Të jushtu shtofra të ndryshme në dohon, dhe kështu që kanë bo që dohoni të përhapet edhe më shumë. Edhe njerëz të jenë të ndarë më shumë prej dohonit. Shembull çka kanë bërë Marlboro, është e para e cila dohonit i ka shtu amonjak, i ka shtu ure, apo ure është një artificiale i tërë, apo urina është një i shto, edhe sot. Këto e të gjitha jo të mira dhe të dëmshme për organizëm,
por me këto shtofë, me këto materi që ja ka shtu dëhonit, çka është bo? E ka bo dëhonin më të butë, dhe më thonë ja ka ndru behar, e ka bo më të butë, edhe ka bo që nikotina e cila ka qenë e lidhur në grimcat vogle, në partikel që i thojmë ne, ja ka hiq krypën, ja kanë hiq krypën, e kanë bo të zbërthysh me nikotinën dhe e ka shku shumë ma lehtë, ma but, direkt e në mushkëllim. Dhe thotë që organizmi e ka marrë nikotinën shumë ma lehtë në mushkëllim, edhe ma shumë ka marrë nikotinë, edhe nuk kanë di pasoja, sikurse me parë për shembull kur e marrim direkt për punimi i dohonit, kur e marrim direkt dohonin nga jo me filtere me këto industri, po vete e prodhojnë. Do të ta kanë ndikuar me ndryshu krejt atë formë që me marr sa më shumë nikotinë, edhe mu shit sa më shumë cigare. Edhe kanë arrit që edhe shitet bote madhe, edhe me arrit efektin përmes këtyre materieve këto. Për shembull, në dohon, në një cigare mund të ketë mbi 12.000 lidhje të ndryshme kimike. Mund të ketë mbi 2.000 materie helmuse. Në dohon, mbi 2.000 materie helmuse janë deri tash të zbulume që ekzistojnë në dohon. Mandej është një rrezik tjetër se vetë udhëzet dohoni aty, kur njeri e thirr dohonin aty, ajo gaca që paraqitet lirohet në temperaturë 800 deri 1000 gradë Celsius. Shumë e madhe. Për shkak se dohoni cigari është e vogël edhe ajo gaca është e vogël, se temperatura është shumë e madhe. Masandej, kurse në ambient të hapur tikon është temperatura pak me ujë 580 deri 660, dhe në këtë pjesën pak më ndalë se një 5 mm dhe 1 cm më ndalë se sa është kjo e lezën cigaja, aty është një temperaturë më e ulët 200 deri 600. Që ajo është zona më e rrezikshme të dohonit. Se aty bëhet djegja, po nuk bëhet djegja e plot, po bëhet një djegje, një zbërthim jo i plot që në shkencë e quajmë si pyrolizë. Dhe aty lirohen shumë materie helmuse të cilat shkojnë edhe në organizëm. E tash, thamë që industria e dohonit ka arrit që të arrit marrjen e nikotinës, edhe t'i bëjnë njerëz të varur nga dohoni, edhe të arrit prodhimin e vet. Po ajo ka bo kështu është ndiku më shumë te ata të rinj të cilët e pinë dohonin që ata t'i ketë kështu konsumator të rregullt dhe ka punuar në atë aspekt. Mandej i ka shtuar edhe mentol. Mentoli është një bimë ku i jep shije më të mirë i jep dohonit edhe i ka shtuar në atë sasi që mentoli e ka nxit marrjen e nikotinës në mushkëri, edhe e ka bë pirjen e dohonit më të butë, po në tjetër anë ndikon edhe në rritjen e frekuencës së frymorës, që do të thonë ai dohonxhiku ka nevojë me marr frym më shpejt për me mujtë me i plotësuar të nevojës, për shkak dohoni nuk ka oksigjen, po ka dioksid të karbonit. Tash, për paraqesim koncentrimin në cigare, çka përmban cigaria. Cigare në miligram, dhe në thonë, një cigare në miligram kemi në, unë i kom prej aty në 2000 shtofrave, janë nxjerrë këtu vetëm ata që janë ma të rrezikshëm për organizmin e njerit dhe ma helmos. Kemi me dioksidin e karbonit, monoksidin e karbonit, oksidet e azotit, butadia është një gaz, benzoli është një prodhim i benzinës, formaldehidi, i cili është shumë kancerogjen, acetaldehid. Çka është acetaldehid? Kjo është etanol, ose spiritusi për në popër, ose bioetanol, këto që hecin kjerët, këto me bioetanol. Dhe të kjo faktikisht është alkohol, lezët të ndërë. Edhe pse në sasi të vogël deri 1/4 mg, por është shumë i dëmshëm për mbretërinë e njerit. Dhe pos këtij, është dhe një alkohol tjetër, metanol, quhet, i cili në një cigare mund gjendet deri në 0,18 mg. Po tash nëse llogaritim, fort mirë se di matematikën, po më duket se
ku më qëllu qëto, për një vit, dikon, shka pin një duanxhi, ka një paqet cigare në dite, dikon mundet me konsumu deri 1 litër. Formule e këtij është kjo, CH4O. Ky është përbërës i alkoholeve metanoli. Është i pangjyrë, është i rrezët, edhe ka një aromë. Për tjerave materie që përmban që janë të dëmshme në duhan janë acidet e kaltra, blausojre që i punë këto, nikotina, mandej kemi PAK, është një policiklike aromatishe kolenshtofe, jo të në gjermanisht, shqip seris kom për këtën, po janë shumë dëmshme se janë kancerogene. Të gjitha këto janë të dëmshme. Të gjitha e kanë nga një ëll aty, ose disa 2 ma tepër, të gjitha janë shumë kancerogene dhe janë të dëmshme për organizëm. Tash nërmi pak edhe të nikotina. Një cigare përbën 0,8 dhe në 3 mg nikotin. Në varet nga asaj se është e fortë e butë. Që i thujnë ata do jenë ma të buta, do ma të forta. Po ato lajt ato ma të buta që janë efektin apet e këndë njësë. Ai duanxhiu që ka nevojë me i marë për shembull aq miligram në organizmin, ai nuk e pi një paqet po 2. Domethënë industria ushqimore, ajo industria duhanit fiton aty se shet më shumë. Llogaritet se gjatë një viti sot pi një duanxhi, çato cigare mund përmbajnë deri 18 kg nikotin në vit. Po për fakt gjithë nuk e konsumon se një pjesë digjet përmes cigares, një pjesë lirohet, nuk shkon në organizëm, po dikur 5 deri 12% e kësaj sasie shkon në organizëm. Por përsëri jo shumë. Bën pjesë në kom se gjermanisht, narkotisch wirkenden droge. Grupet der narkotisch wirkenden droge. Und Nervengift. Dhe thonë, hën në drogat me ndikim narkotik. Dhe thotë, nikotina nuk është vetëm nikotin, po shkencëtarët e kanë klasifiku në helm nervor dhe në drogën me ndikim narkotik. E kjo është përbërësi kryesor i duhanit, i cili një duhanxhi mund deri 2 kg vetë me i konsumu nikotin. Çka ka materie tjera në duhan? Unë thash 2000 atje, po na 2000 s'u i përmenim, po shkojnë çka i qesin tash industria e duhanit, çka qet tjetër. I qet në duhan ose në cigare qet do farë lakra të ndryshme, për me mund me ngjit duhanin ma mirë. Qëtë edhe me udhon shije e tjera, qëtë lakrice për shembull, është një bove edhe bombon e lakrice është një bim, me udhon shije, kafe, edhe mill të një bim me guarken, është ajo bima guaran quhet, një po vetëm nga fare e saj mirët, nga një shtresë e saj mirët për me udhon edhe për me ngjit edhe për me përpunu ma lehtë dohën. Mandej i kemi edhe materie konzervuese. Të gjitha këto materie konzervuese shkajnë këtu janë në duhan, për shkak se me qëndru ma shumë. Çka i qes tjetër, çka ka tjetër në cigare, ka edhe sheqer dhe glykol. Edhe problemet e këtu është se ndoshta i japin shije pak më të mirë këto, por kur digjet sheqeri dhe glykoli, kur digjet në ato temperatura që i cekun deri në 800 gradë, atëherë aty bëhet kancerogen ai sheqer. Se djegët, në qatë formë djegët që bëhet kancerogen, më nuk e ka efektin e vet. Mandej thamë mental edhe kokrat karafilit i qesin, për një dhonë edhe shije, po edhe me jandol edhe dhimbjen mushkrijës. Këto kokrat e
e karantilit, me janë ndollë dhimbje në mushkria, se mushkria gjitha nikotin që e merë ajo, edhe kome i shkakton dhimbje, po tash edhe për me janë ndollë dhimbjen, i qëtë edhe, kësi tojmë në një fjallë popullore, ta thithë gjokin me pamuk. A nena tep, nikotin kënena tep edhe i qëtë mjetë të tjera për me ta ndollë edhe dhimbje, mos me një të heqë edhe me vazhdu nga ato. Mandej edhe kakao, e cila me atë djegin që tamë është edhe kancerogjene. Tash, dikush të sa shumë i qitë s'ket dohan heq aty. Edhe shumë sene, po. Valla po vitamina pas. Industria ushqimore gjitha këto mëllë të mina dhe të këshia t'i ka që. Bilimtej tash se kum di tash ma fort kum. E tash filteri, shkojnë të filteri, filteri në njën e kanë qitë për me nol nikotinën. Po që ka konë filter, ma mirë është me pipa filter. Që këtu e kom një shemull një palom që tu është, njëherë me thirë dëvonin, palom ma bëhot merë në këtë mëgjyrë. Unë nuk kom pas provu, se kom ditë të isha është të vërtet, mos për thonë ma shtaja veç kom del rrën, po e provova sot me një duan gjitë që te, frymë një herë që tu, edhe qëtë nazën, që e këshërnin, është që ajo po del e vërtet që ishtë, që po bëjtë që është të dhejtë. Shkojmë në tutë. Kështë është ka përbo një kjo filteri edhe letra e dëhonit. Filteri edhe letra e dëhonit, mas pare, prodhohet letra prodhohet e dim nga druni, shumë isa e letra. Mirë po letra e dëhonit, mas shumë të në Evropë, prodhohet pos drunit, kërcelit e orizit, edhe një bim është e ujit flaksi ko emnin, 70-90% në Evropë e përdorin për letër dëhonit cannabis sativa. Cannabis sativa është drogë, hantri. 70-90% e trupit saj përdoret. Pse përdoret? Sepse bëhet letra ma e fortë, për mos më punë në industri ushqimore, ma me mene që është. Edhe është e lejushme me liqë. Mandej që ka i qitit filterit tjetër edhe letrës e dëhonit, për një dhomë pak aromë, i qesim frutet të ndryshme, i qesim menta, ajo menta një bim, që i jetë mirë, edhe pak për një akës. Jo shumë se kështë është rejtë. Në këto e në vërteta, këto janë kështu nga industria ushqimore dhe janë të lejushme me liqë. E tash, që këtu e kemë një mrekullish ka kriju, Zoti Lartë Madhërishëm, qëfar më shkrije e pastër, këtu janë alveolet ato pjesë më të vogla ku bëhet qarkullimi i gjakut ku del gjaku i papastër dhe gjaku i pastër. Dhe gjaku i papastër aty merret, qitet jashtë ndërsa në alveole furnizohet prej shkon gjaku i pastër ose oksigjeni shkon aty, ajri këtu, edhe bëhet shkëmbimi i ajrit aty oksigjenit edhe i dioksidit karbonit. Dioksidit karbonit del jashtë, oksigjeni merret. Mirë po të duhanëgjiu, shumë pak i qënë oksigen tyne trupit vetë ose alveoleve. Saj, ai oksigenin e ka shumicë në rast ata që pinë të ditën, dohana e ka me dioksid karboni, monoksid karboni, elemente tjera që i përmena atë mbi 2000 tjera alveole. Shkojnë të të që këtu është një mushkrim në formën drajde është dhonë, forma e mushkrimive që shërë në trup, e cila funksionan 80 vite, 100 vite, edhe asë nuk prishet as kujgja, nuk ka më drat as maqin që funksionan në këtë formë edhe ka u prishën. Ka i krym funksionet e veta pa mërë. Për këto, në shqyqin parë doke si një torte me roshterën, po në gjenë keq është një mushkrije e duhan gjiru. Në që këtë numër së të jemi së të ka numëri, i jemi sërë. Tash, edhe një temë shumë e lidhur me dëhonin edhe shumë interesante, që ne si kushtojmë rëndësi. Fymosja pasive, më thonë ata që rrinë me duhangjiu. Ai që rrinë me duhangjin, 80% e atyne, jo sikur dhe thot, 80% ati, nëse duhangjiu thikë 100%, ai që rrinë me tot 80% ka. Edhe me qenë me najtë me 2-3 duhangjit, i faktikisht edhe ti e duhangjit. Së mund të thurë diku që si e duhangjit.
se i kit njëjtat pasoja. Në disa studime që janë bërë me fëmijë të ndryshëm. Është vërejtë se ata që rrinë në ambiente ku pihet duhani kanë lind fëmijë me nuk është smundje, po i thojnë si hiperaktiv janë ata fëmijë. Deri në moshën 10 vjeçare janë shumë temperament, dinë shumë, janë shumë aktiv. Mirë po ata çaq shumë janë aktiv sa që harxojnë energjinë e brendshme. Në moshën 10 vjeçare mandej bimë bën shumë pasiv, edhe ndesin ashtu pasiv gjatë tonë kohës. Ta ja vjen, është bani me 6.000 fëmijë është bën ky eksperiment, edhe ka ardhur në vendim që është paraqit ata fëmijë që kanë rënë, që kanë qëndruar në ambient ku ka doha. E tash, ato ishin disa dhëna shkencore, tash është e kom lidhur edhe me Islamin, që ka thënë Islami për dohanin. Këto mendime janë mendime të dietarëve islam, të cilat unë vetëm i përmendi, mendim tem s'moj me dhomë, po i them ato çka ata kanë thonë, edhe i këshyrmi apo përputhen me ato mendimet shkencore dhe sa po përputhen. Shumica e mendimtarëve të islamit dohanin, pirjen e dohanit, thojnë pirja e dohanit është haram. Janë një pjesë që thojnë edhe që është mekruh. Tash unë s'pohin kush sa ka drejtë, kush qysh, se nuk muj aty me dhonë përgjigje, por po shkojmë në tutje nga ato dhoma që i kemi, shohmi se sa kush ka të drejtë. Shkojmë dobi nga dohani, thamë s'ka, deri tash s'ka. Dëme, po, thamë dëme janë shëndeti njerëz, shëndeti i fëmijëve, shëndeti i familjes, shëndeti i rrethit, i shoqërisë të gjitha. Në Kur'an ndalimi bën në dy forma, ashtu që kanë thonë dietarë. Bën tekstualisht, kur thuhet për diçka është ndalueshme, dhe duke dhënë rregull ose baza që përfshin çdo gjë të dëmshme. Dhe tash bos tyne, ne shkojmë në tutje i thojmë këtë argument. Zoti i lartëmadhërisht në Kur'an thotë: e dërgova Muhamedit paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të, për t'ju lejuar çdo gjë të dobishme dhe për t'ju ndaluar çdo gjë të dëmshme. Për t'ju ndaluar thotë çdo gjë të dëmshme, Zoti i lartëmadhërisht në Kur'an. Pra, a është dohani i dëmshëm? Nëse është i dëmshëm, atëherë jemi në tonë të dëmshëm. Zoti i lartëmadhërisht thotë: mos harxho pa nevojë. Pra duan pirsi e djeg pasurinë e Allahut të lëshon. Dhe këtu është djegja pasurisë. Shembull, ma lehtë është ose ma mirë, unë mendoj ma mirë është me djeg një monedhë 5 euro sa kushton dohani, se sa me pi një paqet cigare, se pasurit janë më të mëdha pastaj, se sa të paras. Thot Allah xhaleshanu thot mos e teproni në shpenzim. Muhamedi paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të e ka ndaluar edhe shpërdorimin e pasurisë. Një farë forme pra duan gjithë edhe e shpërdorojnë pasurinë, për shembull kemi në Kosovë na familje që janë të varfër, na dalin lypin koshi, po dohonin selam. Dohoni përmbani herë të keqe. Muhamedi alayhis salam i ka këshilluar ata që hanë qepë dhe hudhra, thotë mos rrinë të rrinë shtëpi, mos vinë qanë, sepse jo janë era dhe thotë i lëndojnë me lekë. Ndërsa era e dohonit është edhe më rënd. A nuk i lëndojnë ata me lekët, a nuk i lëndojnë edhe vëllezërit muslimanë që falen afër tyre. Allahu xhaleshanu thotë: mos e hillni vetën tuaj në shkatrim. Duan gjithë të çojnë vetën në shkatrim, sepse nuk është vetëm dohani ose nikotina ajo që është në dohani, po janë ato që thonë deri në 2000 materie helmuese që janë në dohani. Dohani e çon njeriu në drejtim të shkatrimit dhe të vdekjes. Pra, vëllezër të nderuar, ta marrim këtu vetëm një shembull kështu
si pasqyrë për me mujtë në argumentu këte, nëse ne rrim në një shtëpi, për mundi rahat ne kem dëshirë me qenë shtëpia e bukur, e mirë, e rahatshme, ka ushte e mirë të bukur, ndihemi mirë, folmi mirë, ndihemi të gëzushëm kur t'i ki ato kushte, në të kundër dhe kur e ki shtëpinë e keqe, s'u bën muhabet mirë, je nervoz, ki fjallë të keqe, gjitha ato. Tash edhe trupi njerit është një formë shtëpie për shpirtin tonë. Nëse ne nuk ja bojmë shtëpinë e mirë shpirtit tonë, atëherë edhe shpirti i jonë ja bojmë që mos ndihet mirë në shtëpinë e vet ose në shtëpinë tonë. E ne me duhan ja shkatërrojmë vetë, ja shkatërrojmë atë shtëpi. E ndrydhim, faktikisht e ndrydhim vendin e aty ku ndihet nëse mirë shpirti. Do thotë i mençur e rushën detin e tij për ta çuar në vend amanetin e Allahut. Allahu Gjeleshanu thotë, mos vresni vetën tuaj, duan pirë se i qanë vetën e ti drejt vrasjes. Pse? Ai nuk e vret për një ditë dhe bam, po ajo është në kohë, në periudhë. Muhamedi a.s. thotë, kush pin helm dhe vdes, ai do të pi helmin edhe në botën tjetër si dënim që e ka helmuar vetën. Muhamedi a.s. thotë, nuk lejohet të shkaktosh dëm në vetë dhe të tjerë. Këtu i kem 4 methode dhe disa përfaqësues tyne të kohës së tashme, të cilët kanë folur për dohonin dhe shumica në përgjithësi e kanë ndaluar dohonin. Kemi nga Hanefit, Malikit, Shafit dhe Hanbelit. Kemi disa dietar nga Hanefit, Elainin, nga Malikit, Kenon edhe Ebu Zeid, nga Shafi Ibn Alanin, nga Hanbelit, Muhammedin Abdul Mahavi. Gjithë ta e ndalojnë pirin e dohon. Allah i madhruar thotë, ai ju lejon atyre si të leqme, gjithë shka të mirë dhe të leqme për besimin, punët, ushqimet dhe sendet. Dhe u ndalon si të paleqme, gjithë shka të keqe dhe të palejushme për besimin, punët, ushqimet dhe sendet. El Araf, ajetin 157. Mandej. Dhe mos e shkatroni vetë vetën, duke mos e shpenzuar pasurin në çështjen e Allahut, El Bekare, 195. Edhe dy thonje kem të këtyne dy dietarëve. Shenjt Uthejmini ka thënë, pirja e dohonit është haram. Po ashtu edhe shitja, blerja është haram. Shenjt Abdurrahman ibn Sadi ka thënë, sa i përket dohonit, pirja e tij, shitblerja e tij dhe ndihmesa në të, që të gjitha këto janë haram dhe është ndaluar për një musliman ta konsumojë apo të bëjë tregtime të. Do të mendojmë se si të dalim në ditën e llogaritjes para Allahut Gjeleshanu. Si dëmtuesi vetes, si shkaktari këtyre të gjitha smundjeve, si dëmtues edhe i rrethë, edhe i të mirave materiale, shpirtërore, ose si helmuesi vetvetes me 90 vjet të helmu vetveten në organizmin. Si do të ndihemi para Allahut Gjeleshanu në ditën e gjykimit. Do ta bëjmë këtë pyetje secili vetvetes. Mandej i drejtohemi Zotit të madhëruar me këtë fjalë, o Zoti i Madh, largoj besimtarët muslimanë, posaçërisht shqiptarët, se pam që atje ishin një konsumatorë më të madh dohonit, nga pirja e dohonit, nga shkatruesi shoqërisë, dëmtuesi kryesor ishin mbetës humbsi pasurisë dhe ndosja mbet. Në fund e lutim Allahun Gjeleshanu që të largojë nga mesi jon çdo gjë që është e dëmshme, dhe të na afrojë çdo gjë që është e dobishme. Vëllezër, unë këtu kemë dhënë disa mendime të dietarëve islam. Nuk janë mendimet e mia. Ato përpara ishin mendime shkencore që i ka zbuluar shkenca për dohonin. Prandaj mos ta merr kurkush, askush mos ta merr nëse ka, se e di që ka dohanxhi këtu, mos ta merr që ka më diçka kundër dohanxhive. Në një ligjërat në Prishtinë e kam dëgjuar disa mendim në bazë thotë muslimani kundër muslimanit nuk do të ketë urrëtie. Nuk do të urrej muslimonin, por do t'ja urrej veset e këqija, në mënyrë që t'i largohen veset e këqija. Prandaj, këtu qëllimi nuk është kërkush kundër kërkujt, por një qëllim që ne të shkojmë përpara, t'i largojmë ato të këqijat dhe në mënyrë që të jem një shoqëri e shëndosh dhe të shkojmë të ecim përpara ashtu siç na udhëzon dhe na ka udhëzuar
Allah në Gjeleshanu për me thonjit e time në Koran. Prandaj, tash na vjen edhe Ramazani, inshallah edhe aty njerëz marrin vendime të rëndësishme, ata që kanë mundësi, që kanë nevojë dhe që kanë që ndin obligim ndaj këtyre që i tham që ta lënë një herë për gjithmonë duhonin, se do të jetë në dobi të tyre, në dobi të familjeve të tyre dhe në dobi të gjithë shoqërisë. Ma Allahu na azhur. Tash mund të bëj pyetje. Vetën e kam në spelet e honit. Se ka dikush me pyetje. Në kam në shmepia, ma tonë. Faleminderit edhe këta një pyetje, edhe pse s'kem të rëndë ka pyetje. Të thënë vend se shumica dietarë ka thonë është haram, një pjesë ka thonë është mekruh. Tash ti bash studime shkencore dhe ajete dhe haditheve, po më intereson mendimi yt personal. Në çfarë grupe klasifikon? Haram apo vepër e papëlqyeshme me këtë? Nga aspekti dietarëve islam, unë nuk mund të them përgjigje. Ora jote, pas kulimeve të gjitha. Nuk ju takoj. Mirë, por nga aspekti shkencor atë që i bëm ndonë, atë që i bëm se çka për mba. Ato, edhe që i bëm që se ka asnjë të mirë. Atëra ajo çka është e dëmshme është e dëmshme. Ti po që është dush, asaj na çka është e dëmshme është e dëmshme. Do të thotë klasifikohen ndesh lart ndesh poshtë, ajo s'është e mirë. Din po të skallëzove se pak të vitamina, sa përqind ke vitamina, sa përqind është se kallëzove. Ja mentale, kakao, kënë ka që shumë do? Kënë me 1% kënë. Kënë me përqindje, po unë të tash ato në atë formën të apin gjakën e me pamonë. I qetë ato për me bo ma shumë mështeri. Bilën po m'vjen kesh për i sëtë se kësha dita, di gjatë të sënë që ishë. Që i disë pëllonë. Zëvomën. Në një pyetje, shkes tani shumë të tu se mba saznis për mba një cigare për një periudhë 40-50 vjeçare, faktikisht një rritë të vdes. Pe helme dhe pe domë të tyre që ka. Mirë po sot është në ndjeftume se ka shumë do në zi që jetojnë mashë në 20 vjeçare për të honës, edhe nuk kanë pasoja. Cilat jenë të këtuse. Çka ku të këtë aspekt? Duhoni e nëzit gjithë smundje. Dhe po në 90% smundjet të tumoreve janë prej duhoni. Dhe shumë smundje tjera ju ndihmon duhoni. Ju ndihmon smundjeve në hesë për para. Edhe nuk ka të mira të kurgjon, ata që e pi. Sa jetojnë, që jetojnë varet dhe prej ratonave tjera. Ka duhanxhi që jetën gjatë, ka duhanxhi që jetën shkurt, po ka edhe aso që nuk pinë duhon, vdesin në afatet të ndryshme, nuk mbarë dhe të prej duhon, për ratonave tjera jetësore, ushqimore, ambientet e tjera tjera. Unë para disa dite e lexova që edhe në filter përban një materie për gjak derë që përfitohet, homologina, gjyshke. Do më vetëm që firma e Greqisë që pranon e kishtë hapt dhe të dragojtë që ka e tjera të mshefshin. Nuk e di s'ku lezu, vetëm atë, në ato 2000 materie të ndryshme, aty më në gjithë shka më pasë, dhe 2000 helmusi që janë kancerogene e tjera, është mund në gjithë shka më pasë. S'ku lezu. Ko është ide ime? Sarebbe po vitamina që është edhe instalato që përmbojnë cigaren, përkimin dhe që ato që përmbojnë cigaren. Cilat e atyre elementeve kimike di ka mas tek në formimin e kancerit. Formimin e kancerit? Të gjitha aty në përdorja që patë të hajë. Cila është aja mas tek që ndikon që formohet kancerit. Më pasu që primarat për që ndikon ishte do të hajë se pasoj e përdo në kancerit. Sa kështë mund me cekë, të gjitha aty në cila është me infekcionin
që ato vjetë, që ato me ylla që i roma, që ato janë krejt ato që janë kancerogene, krejt formaldehidit nikotina, PAK që ke shumë tjera, që ke me një dhe me dy ylla, ato të gjitha janë kancerogene, dhe shumë të rrezikshme. Ato që i më cekë të janë më të rrezikshme, që i përmbon me hondi dhe që janë kancerogene. Tha po pse s'ban që shkan bo musliman, tha prej sonte ka me bo, tha nëse ban sonte qosh, tha më zgjon edhe mu, tha biri jam flise i vogël dhe